A ishe ti lidhja e ti e parë homoseksual? Unë jemi njohur nga menaxheri i tij. Ua, pa i është idulli çdo femre. Që ai nuk do të bëjë publike sepse nga marrë vesh që ai mund të ketë pasur një lidhje me një këngëtar botë të famshëm si ai. A i keni parë mesazhet që na kanë ardhur në inbox? Njerëzit kanë fantazi të çmendura seksuale. Historia ime është me një nga moderatorët në Top Channel. Ai është gay. Po që ky është i martuar, e di ti? Po. Oho, Kishte një fetish për këmbët. Ajo të bëj diçka te këmbët e tij. ai ma datë të tërditën. 2 nga këta 3 persona i ka trastuar. Futbollistët e kombëtarës shqiptare na ka ardhur neve këtu në mesazhe. Ai flirtonte paralelisht me një çun. Dhe më çonte striks në cilin hotel ishte që të shkoja ta takoja. Me sa bast, ka shkuar apo jo? Nuk ka shkuar. Unë them ka shkuar. Janë shumë zemërgjër dhe të mbajnë mirë me lek. Më çoi kamarierin të merrte numrin tim. Keq më erdhi që s'u shtrim një herë. Po pse më modrës në dori që u shtrite në klip ti, duhet të shtrihesh akoma.